kryetarja e parlamentit edhe kushtetues e tyre e presidentit, dje kanë bërë shkelje kushtetuese. Kjo është ngjajshme me suprimimin e kushtetutës, e kam krahasuar ata që kanë ndodhur dikur në kalume. Ka është një ngjarje shumë e rrezikshme, një drejtim i rrezikshëm, edhe vërtet ju bëj thirrje që të ndalen, mos vazhdojnë në këtë drejtim. Ruajtja e pushtetit, mbajtja e pushtetit, ardha në pushtet është e mundshme duke respektuar kushtetutën, duke respektuar demokracinë e vendit. Nëse shkojmë kësaj rrugë të rrezikshme, po na pamundsojmë pra funksionet mbas kushtetutës, edhe nuk na lënë rrugë tjetër përpas që të drejtohemi qytetarëve, sovranit, që të mobilizohemi të gjithë, të mbrojmë kushtetutën e Kosovës, e kem detyrë, e kem obligim. Unë besoj që sovrani e bën këtë, e ka bën çdo etapë të jetës së këtij vendi, kuptohet me veprime që sovrani vetë identifikon, që mund të jenë edhe protesta, edhe veprime tjera dhe përshkallëzime që i vlerëson të nevojshme.